pres që të vazhdojmë me gjëna vetë që do të bëjmë që është konstruimi i vendit. Mbas një arsye që të bënohet konstruimi i vendit, por lejon në shkoj takimet pas takimit. Cilat do të jenë kërkesat e DBP-s? Të konstituohet vendit. A do të ketë marrëveshje sot, a do të ketë një thirrje të seancës konstituive? Duhet të ketë seancë konstitutive, duhet të ketë seancë konstitutive, nuk ka nevojë të vonohet me konstruimin e kuvendit, duhet votohet dhe kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit. JDK-s ka kërkuar, kërkon që të bëhet ose të ketë vanesa të tilla, po tani kjo është përgjegjësi edhe e partisë së parë, e cila qëllon që ka më të vjetrin në seancë aty, të ulur në karrikën e kryesuesit të vendit. Po nëse është bërë për taktikë negociuese, ne ta themi shumë qartë, JDK-s nuk mështrohet, e Republika nuk dorëzohet. Ai nuk ka As një nuk marrëveshje. mështrohemi, as nuk dorëzohet. Tani përshkret ta ketë pas. Ai prish kjo negociatat Po përpiqemi sa më mirë të përfaqësojmë interesat e Kosovës, popullit të Kosovës dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Pas takimit deklarohem edhe para mediave në kuvendin e Kosovës. Faleminderit. Zoti Abdi Xhiku, a pritet me u rithirë sot seanca konstituive? Pritet ketë marrëveshje Zoti Abdi Xhiku?